Përshëndetje nga sheshi Shqipëria Re. Do pyesim zotin Mithat Avari, ish drejtori i policisë Tiranës, edhe emblem. Do ta pyesim për punën e Akademisë të Sigurisë, si ka mundësi që në këtë kohë, vetëm këtë kohë, domethënë helmohen policat që janë në shkollë apo janë pas helmuar edhe më përpara. Përshëndetje, zotë Avari. Përshëndetje. Vazhdo flit. Jam të rënditur shumë në fakt që këto 3 vitet e fundit studentë Akademisë së Renit apo dhe oficerë helmohen nga ushqimin akademik që quajnë të paketuar. I kam parë makinacionet e shtetit të Ministrisë Brendshme e përfshirë direkt në këtë situatë, nuk kërkon të zbardhet në mënyrë transparente arsyeja pse, cili shkaku që ata helmohen, se nuk është një, janë 60, janë 80, janë 30, është e treta herë. Pastaj ajo që më bën përshtypje, nuk ka diferencim në ushqim, ç'është kjo? Oficerat konsumojnë ushqim cilësor dhe studentët që do bëhen nesër oficera konsumojnë ushqim jo cilësor, helmohen. Që këtu fillon në skandali, mos janë turpi madh. Zoti Lamallari, ministri i Brendshme i ri, duhet të bëjë me dieni se dikur kur unë kam marrë detyrën në vitin 92, të gjitha drejtoritë e policisë së qarqeve kanë patur kuzhinë, restorant dhe kuzhinjer. Ushqeshin pas, të shëndetshëm. Sigurisht dhe atëre makinacione bënin këta magazinjerët hajdut të kohës komuniste. Ajo ndërpret për një arsye, për të ushqyer korrupsionin, miq të tarafin e tyre. Dhe u çon ushqim të paketuar. Është skandal. Zoti Lamallari, është skandal. Duhet i thuash këtij që e ke aty shef, se nuk denjoj ti përmend emrin, se thyej personalitetin tim, që të rikthehen në kuzhinën, në drejtoritë e policisë qartë, kudo, se sot ka plot shqyqyr zoti, makarone, orise, mishe. Prap do vjetën ta që bëjnë tendera. Po urojmë që të fitoj gjenerata e re, Shqipëria e re, e të ndalen përfundimisht historitë e vjedhjeve, e të grabitjeve, në kurisë të studentë, që i helmojnë djetë të nënave. Unë kam të mikun tim, ky ka për analizë mediale, dhe ka dalë me salmonell, të tjerët jo, i qarkullojnë. Edhe pas asaj grua, sigurisht është një person tjetër që ka qenë dikush vend spinis, është dënuar për korrupsion, ka bërë burg. Pa përmendur emra. Si ka mundësi, si s'e qenë dorë. Si nuk e qenë dorë nga linjat e korrupsionit dhe të hajdutëve të këtij vendi, çfarë presin? Helmojnë fëmijët, janë të pafajshëm. Çfarë duan ata? Duan të bëhet aty revolucion. Ata që kanë fëmijët aty të shkojnë atje të tunin dhe mballën, të vi turp. Që studentët është e treta herë që helmohen. Nuk është një rast, nuk është një individ. Është shumatore, pa le ku filluan pretekstet, jo po e kanë bërë se s'donin të shkojnë në provim. Janë gjëra shumë neverisme. Nuk ndodh në asnjë vend të botës, si ka mundësi ky vend, si ka mundësi që ky vend është ka ta nisë këtu morti zoti Lamallari. Do të ngrihesh, edhe kështu si njerëz, si individ. Mos e dëgjoj më këtë, po thuaj situata shumë e rëndë. I gjej pretekste, jo s'keni larë duar, po mund të hash me ndodh 1 në 1000, nuk ndodh që të mos lash duar dhe të zot ty e të smur. Ajo është direkt është ushqimi i helmuar. Helmohet ushqimi që kur i marrin dhe s'ka duara, dhe u japin fakirëve, djemit atje. Me salmonell, se radhë është dokumentuar, s'ka të shpejt. Është turpi ma, është skandal. Urgjent duhet të kthehen në kuzhinë. Të kthehen siç kanë qenë. Aty kanë marrë përgjegjësi pastaj, ndryshon e sapi, ham një ushqim freskët. Pastaj po i them një gjë shumë serioze. Policia e shtetit me rroga minimale. Nuk kanë mundësi vinë pa ushqyer dhe nga shtëpia. Pak të kthehen aty, han një pjatë pilave dhe një qofte. E shkojnë në shërbim. Duhet bërë urgjent kjo punë. Nuk kemi ne standardet e Bashkimit Evropian që dihet çfarë përgjegjësish kanë ata.
ku shkon mendja atyre të përfitojnë nga ushqimi studentëve e oficerëve. Lere pastaj të bëjnë diferencim. Është njësoj si të bësh diferencim me fëmijin. Ti babai nëna të ushqen mirë dhe fëmijët të ushqen keq. Kështu është ajo. Ushqimi është i njëjtë, duhet të jenë të njëjtë, pa diferencime. Janë absurditete, janë gjëra shumë të rënda, shumë të turpshme. Nëse më dëgjojnë, sigurisht absurdisht e ke autoritetin se të trëmë shuti pa u futur të zyrë. Se e njohër atë. Tani situata të rënda është bërë, e ka plotësuar konfiguracionin diktatorit. S'ka që autokrat është fjale e ëmbël shumë, e laston, si me tha. Diktator di bëjnë të punë. Kjo është arsyeja. Duhet të kthehen urgjent bencat, restorantet, moderne t'i bëjnë, se janë të gjitha mundësit sot. Gjitha lekët e vjetra, ballukut me shok, miliona euro të grabitura nga populli. Që të motivohet oficerit, motivohet polici kur shënë shërbim. Edhe mos paguajnë me çmim, po t'i bëjnë në kështu, t'i bëjnë skonto. Ushqimeve. Mos flasin për të tjerat. Për uniformë që kanë skandal. Është vendi më i fundit në Ballkan se aty Albin Kurti i Binanës, se është kampione e strukturës policore në Ballkan, që i ndihmojnë për shtëpia, japin mundësira, lehtësira, të formojnë familje të reja. Sepse si është një natë kam informacione, djemë të ri kanë vetë sakrifikuar jetën, oficerat, shkërën të familje, me të rroga skandaloze që marrin. Edhe ky na tregon botën, na tregon edhe librat e tij gjigant, ato mashtrimet. Kjo se kam bërë unë, jo ata firmën unë. Se është bërë si Mussolini, do të lërë gjumë, do të lërë epok, me atë Godzilla në atje mes Tiranës, që kur të vi kjo Shqipëri e re, gjenerat e re, ta shkallmojnë atë, t'japin lekët ati pronari që ka, të marrën ata i pyesin. Edhe spaku edhe të hetoj, që janë këto offshore, e kuptoni, offshore do më të e bregut, që s'ma përgjegjësime i tjarë, e bën në det, ande nga Hollanda, që fitojnë gjithë një ajo studi hollandeze, si është e mundur, që s'fitojnë të tjerë, që këtu lind dyshimi, janë zhytur keq fare. Kështu zotërit, mua më vjen shumë keq për ata studentat, dhe uroj të shërojnë sa më shpejt, të shkojnë në shtëpitë e tyre. Edhe familjet të marrën masa, të japin ushqime vete, në shtëpi, mamat e tyre. Mos ushqejnë më në restoran, në mënyrë absolute, të largohen urgjentisht, se s'është një rast, nuk është një shkëputur. Janë me 6 jetë, 5 jetë, vazhdojnë akoma vazhdojnë atë në spital akoma. Ndaj, kjo është, si të është një mënyrë pronësimi im për të situatë kaq të rëndë të uniformave blu. Shumë faleminderit, zoti Avari. Kënaqësi. Faleminderit. Ja, këtu jemi ke shesh, tash po vit. Erdhi lumi.